Përshëndetje të nderuar shikues, Hodis mirë se vë takomi edhe sonte fillimisht do të njohim titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme për të vazhduar me musafirët në studio, ku do të kemi në lidhje direkte Gzim Gelmendi nga partia Fjala, i cili do të na flasë më shumë në lidhje me planet e kësaj partie, se a do të jenë pjesë e zgjedhjeve në rast se ato do të mbahen në Kosovë, për të vazhduar me ekspertin e sigurisë Avni Islami, i cili do të na flasë për çështje të sigurisë në vend. Ndjekim blogun e lajmeve për të kthyer me intervistat në studio. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani priti sot në takim shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajov Orav, me të cilin diskutoi situatën aktuale politike në vend. Sipas njoftimit, Vjosa Osmani e informoi ambasadorin Orav për mbajtjen e takimit konsultativ me liderët e partive politike të planifikuar për nesër. Gjatë takimit u diskutua dhe për vizitat e rëndësishme të drejtuesve të lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë, duke përfshirë vizitën e sotme të kryesuesit të Këshillit të Bashkimit Evropian, Antonio Costa, si një sinjal i fuqishëm i mbështetjes së BE-s për integrimin evropian të Kosovës, thuhet në njoftim. Të gjithë liderët e partive politike kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në takimin konsultativ të thirrur nga presidentja e vendit Vjosa Osmani. Takimi pritet të mbahet të njëjtën me 15 maj. Këshilltari për media i Osmanit, Bekim Kupina, bën të ditur se të gjithë e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në takimin e së njëjtës me presidentën Osmani. Shëndeti mendor nuk është çështje individuale, por përgjegjësi e komunitetit. Kështu tha në tryezën e organizuar nga Ministria e Shëndetësisë me rastin e shënimit të javës së ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë Naim Bradiqi theksoi se si Ministri e Shëndetësisë kanë punuar për përmirësimin e cilësisë së jetës së personave me çrregullime mendore. Bradiqi tha se janë hartuar 7 udhërrëfyes klinik, është draftuar projekt ligji për shëndet mendor, si dhe plani strategjik për shëndet mendor 2025-2030. Tema e javës së ndërgjegjësimit në këtë vit është komuniteti. Qëllimi ynë është që të festohet fuqia dhe rëndësia e komunitetit, të qenurit pjesë e një komuniteti sigurt dhe pozitiv është jetike për shëndetin dhe mirëqenien tonë mendore. Kur flasim për shëndet mendor, është një temë që prek secilin prej nesh, nuk është një çështje që duhet mendohet dhe trajtohet si çështje individuale. Shëndeti mendor duhet menduar si një përgjegjësi e komunitetit. Mësia e shëndetësisë vazhdon të jetë e përkushtuar për përmirësimin e cilësisë jetës personave me çrregullime mendore, për të zvogëluar stigmën rreth shëndetit mendor, ka ndërmarrë të gjitha veprimet për rritjen e rëndësisë së shëndetit mendor, për trajtimin e barabartë, pa diskriminim të personave me çrregullime mendore në funksion të respektimit të integritetit fizik dhe dinjitetit njerëzor. Drejtori i klinikës së psikiatrisë Faton Kutlovci u shpreh se janë duke punuar në profilizimin e kësaj klinike. Të shfrytëzojmë këtë javë të ndërgjegjësimit edhe që të bëhemi bashkë të luftojmë stigmën, sepse nuk ka gjë më të fuqishme se sa komuniteti i cili dëgjon, mbështet dhe nuk paragjykon. Shëndeti mendor nuk është çështje individuale, është çështje për të gjithë ne. Kemi punuar në këtë drejtim po ashtu me qëllim që të profilizojmë klinikën. Kemi bërë reportin për smundjet akute psikotike, reportin e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshent me shtretër. Kemi rritur kapacitetet e reportit për smundjet e varësisë dhe tani në drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë është dhe krijuar komisioni i cili po punon në hartimin e strategjisë së duhur për rritjen e kapaciteteve të mëtejme për reportin e smundjeve të varësisë dhe kjo është në procedurë. Ai tha se kjo javë e ndërgjegjësimit për shëndetin mendor duhet të shfrytëzohet për të luftuar stigmën ndaj personave që vuajnë nga këto probleme. Për 20 vjet më radh, afërdita Dita nga Kuksi bën rrugën 3 herë në javë drejt Prizrenit për t'u nënshtruar seancave të hemodializës, një trajtim jetik për të. E gjithë kjo periudhë, sipas saj, ka kaluar me kujdes dhe përkushtim nga stafi i spitalit të përgjithshëm të Prizrenit, përkundër kushteve që diku nuk ishin optimale.
Megjithatë, sot situata ka ndryshuar ndjeshëm. Rinovimet e bëra në këtë repart kanë mundësuar shërbime më cilësore për pacientët e kushte më të mira për personelin shëndetësor. Dita, e cila udhton me furgonin e siguruar nga shteti shqiptar, shpreh të jetë e kënaqur me përkujdesjen dhe ambientet aktuale të repartit. Ajo nuk është e vetme, janë edhe 16 qytetarë të tjerë nga Shqipëria që marrin shërbimin e dializës në Prizren. 21 vite, qëton. Mësë kima shumë mirë, kena kalu mirë, na kanë shërbi këtë, si mota, si këtë doktor. 21 vite që tu kam kalu shumë mirë. Na kanë respektuar, me fugon, na binë, na si, por na shteti na paguin, dhe në kokës nuk ka një dializë, me thonë, me na bani dializë. Përveç pacientëve nga Shqipëria, një numër i konsiderueshëm i banorëve lokal i nënshtruan çdo javë hemodializës. Njëri prej tyre është Agron Tarjani nga Prizreni, i cili tashmë prej 8 vitesh vjen nga fshati Pirana për këtë trajtim. Shumë mirë po kalojmë, që 8 vite, shtafi është shumë i mirë, punëtorët janë të mirë, në rregull këtë po shkojmë. Vi 3 herë në javë prej Piranës, Prizrenit. Sa ja u ka lecu Shumë me krahasu, shumë është një investim i qelluar edhe e falenderoj në emër të gjithë pacientëve atë personin që ka bërë investimin bashkë me vend. Reparti i hemodializës në Prizren, sipas shefit të këtij reparti, Recep Hapqiu, aktualisht kujdeset për 214 pacientë nga komuna dhe rrethina e Prizrenit. Sipas shefit të repartit të hemodializës në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit, aktualisht reparti disponon 46 aparate funksionale dhe të njëjtë numër shtretësh. Reparti i hemodializës ofron shërbimin për 214 pacientë të komunës së Prizrenit. Në mëndë këtu vinë pacientat nga komuna e Prizrenit edhe nga rrethina. Plus i kemi edhe 17 pacientë që na vinë nga regioni Kukësit, në mëndë nga Republika e Shqipërisë. Për momentin i kemi edhe 18 pacientë që dializohen e kemi hap një qendër satelitore në Rahovec, atë dializon atit, komunës Rahovecit. Gjatë sezonës së verës këtu na vinë edhe bashkëdhetarët që janë jashtë, domethënë në dializë, diku rreth prej 30 deri 50 pacientë na vinë prej muajit qershor deri në muajin shtator. Na në vit diku i bëjmë diku rreth 33.000-34.000 seanca të dializës. Se kushtet e reja kanë përmirësuar ndjeshëm cilësinë e shërbimeve si për pacient ashtu edhe për personelin, thot edhe krye infermieri Valmir Avdaj. Pacientave që këto kushte ka lecu shumë për ndihmën për shërbimet e marra, për kushte, për gjitha të mirat, pikës dytë edhe për infermierët, tash kena kushte shumë të mira, shumë moderne, shumë higjienike, tash neve vetëm na mbetet që të jemi në shërbim të pacientëve. Momentalisht posedojmë 30 infermierë, 4 prej tyre janë në qendrën e dializës në komunën e Rahovecit. Ky transformim i repartit të hemodializës në Spitalin e Prizrenit është bërë i mundur fal investimeve të familjes Sopaj. Gjykata kushtetuese do ta shpallë të papranueshme kërkesën për vlerësim të kushtetueshmërisë së vendimit të Kuvendit të Kosovës për refuzimin e formimit të Komisionit për Votim të Fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit në bazë të lëndës së dërguar të hënën nga 10 deputet të legjislativit, thonë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Mirëpo të kundërtën e thonë njohës të çështjes së kushtetutës, të cilët theksojnë se nëse gjykata kushtetuese trajton si kërkesë të pranueshme ankesën e 10 deputetëve të Kuvendit, atëherë duhet të vendosë mas të përkohshme dhe të pezullojë mbajtjen e vendimit të seancës konstituive të Kuvendit. Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Belos Kabashi, thot se pavarësisht ngërçit të krijuar në Kuvend, kërkesa 10 deputetëve nuk mund të dërgohet si rast në kushtetuese, pasi nuk ka një vendim të miratuar nga legjislativi në të cilën ky institucion do të mund të ndërhynte. Mosvotimi i një komisionit nga Kuvendi, pra komisionit për votimin e fshehtë të kryetarit të Kuvendit, nuk mund të dërgohet në gjykatën kushtetuese pasi që nuk ka një vendim të miratuar, ashtu siç parashihet me nenin 113.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kosovës që flet për palët e autorizuara që kanë të drejtë të inicojnë çështjen në gjykatën kushtetuese, pasi që ato thuhet që duhet që kemi pra një vendim të miratuar, ndërsa ne në situatën reale realisht kemi një vendim, mirë po nuk kemi një vendim të miratuar, dhe se vendimi pra për refuzimin e këtij komisioni nuk prodhon ndonjë pasojë juridike dhe që nuk krijon një situatë re realisht në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Sipas vlerësimit të Institutit të Kosovës për drejtësi, nuk mund që të dërgohet realisht një rast i tillë në gjykatë kushtetuese për arsye që nuk e kemi një vendim vendim të miratuar realisht me të cilin gjykata kushtetuese do të ndronte diçka. Për arsye që gjykata kushtetuese në momentin kur e merr gjykimin e saj, atëherë ajo i bie që duhet që ta ndrojë dhe ta vlerësoj kushtetshmërinë e atij akti. Realisht këtu nuk ka se çka të vlerësoj kushtetshmëri përderisa nuk e kemi një vendim të miratuar. Ne realisht e kemi një vendim të refuzuar dhe të kundërshtuar nga ana e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kërkesa për masë të përkohshme është një kërkesë e paqartë, pasi që nuk ka një vendim të miratuar, pra dhe nuk mund dhe nuk ka se çka të pezullohet, pasi që masat e përkohshme zbatohen zakonisht për akte që prodhojnë pasoja juridike, ndërsa në këtë rast nuk ekziston një akt që është duke prodhuar pasoja juridike, vetëse tashmë kemi atë rregullimin kushtetues që çdo 48 për shembull, siç është krijuar pra kjo praktika, edhe pse do duhet që të mblidheshin edhe ndoshta para 48 orëve, mirë po çdo 48 orë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet që të mblidhen brenda 48 orëve që të tentojnë që ta konstituojnë Kuvendin. Por profesori i së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu thotë se nëse kushtetuesja konsideron si të pranueshme kërkesën për vlerësim të kushtetueshmërisë së mosvotimit të komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit, atëherë duhet të vendosë masë të përkohshme për pezullimin e përkohshëm të mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit deri në vendimarrjen e saj. Është çështje e gjykatës kushtetuese ekskluzivisht se çfarë do ta trajtoj këtë. Fillimisht do ta trajtoj si kërkesë të pranueshme apo jo, dhe e dyta a do të marr masë mbrojtëse, dhe unë mendoj që do duhet, nëse e pranon kërkesën, do duhet domosdoshmërisht të caktoj një masë mbrojtëse, sepse kjo punë fillimisht nuk është e vështirë dhe e komplikuar si çështje, si rast në gjykatë kushtetuese dhe për gjykatën kushtetuese. E dyta është shumë urgjente dhe është madje emergjencë kombëtare që gjykata kushtetuese të veprojë me shpejtësi, me prioritet dhe të ndërmarrë një masë pra përkohshme në mënyrë që të saktësoj saktësisht se a është apo jo në frymën e kushtetutës, sepse kjo është çështje teknike administrative dhe procedurale, apo jo, dhe të masën e caktuar të ndërmarrë sa më shpejt për disa ditë, në mënyrë që ta orientoj Kuvendin që të veprojë në mënyrë efektive dhe efikase, madje edhe të caktoj afate nëse duhet deri kur të kryhet kjo punë. Dilema nëse gjykata kushtetuese do ta trajtojë si të pranueshme kërkesën e deputetëve për vlerësimin e kushtetueshmërisë për komisionin verifikues është ngritur të martën edhe nga përfaqësuesja e lëvizjes vetëvendosje dhe kryetaria e Alternativës Mimoza Kusari Lila. Në mënyrën se si ishte shkruar kërkesa e një grupi parlamentar të cilët nuk kanë në kryetar të Kuvendit, në këtë rast Alianca për Armërinë e Kosovës për gjykatën kushtetuese, është e tillë që mund të mos jetë e pranueshme, megjithatë i takon gjykatës të deklarohet për atë kërkesë. Ndërsa në konstituimin e Kuvendit të Kosovës po ndodh për shkak se lëvizja vetëvendosje si partia e parë në zgjedhjet e nënshkurtit nuk po siguron 61 votat e nevojshme për të zgjedhur kryeparlamentarin.